e fermës është një shoqëri e kufizuar në një numër të caktuar njerëzish. Nuk është një botë e hapur. Dhe nuk mund të, jo ti kërkosh llogarier që s'ke drejt për jetën personale, po edhe ta mendosh, mund bësh dhe në shaka, po të krijosh tema të tilla artificiale, se sa e ka thellësinë Tiamas është marrim 1 metër, tash sa e kishte thellësinë si hidrauliku, të ndjenjës për Vanesën, kur me njerë qofte edhe në momentin kur merr goditjen tjetri gjëja e parë që do mendoj në këtë situatë ku është, në këtë kompleks kaq të vogël është ku do vazhdoj, se iku shoqja, apo ku do vazhdoj. Kështu që është krejtësisht normale, qoftë nga ajo vajzë ose ky djalë, që të kërkojnë vazhdim në për njerëz tjerë, më fal. Jo, e mas me kutin e reality show. Je mat me kutin ikën njëri vjen tjetri kap tjetrin. Ikën ai tjetri kap atë tjetrin akoma ikën tjetri. Faleminderit për këtë klip. Mos e mat me kutin tap të gjithë lutem. Edhe në botën reale, Jo. nuk ka ndonjë ligj që ndalon të ndjesh për më shumë se një njeri, sepse ndjenja është e pakontrollueshme dhe gjykimi i ndjenjës është një lloj inkuizicioni në shtetin tonë që unë nuk arrit ta kuptoj se si mund bëhet. Kapu ke gjëra tjera, po mos u kap ke ndjenja. Shikoj, Moza ju e dini që është goxha liberale në pikpamjet e saj, për qoftë për dashurinë. Nuk e kuptuar fare. Si e liberale? Jo, fare, unë jam shumë konservatore, po jam konservatore vetëm për ndjenjën. Unë jam konservatore për ndjenjën. Konservatore për ndjenjën që Jo, nuk e kuptoj.